është një gjë e bukur që e kam lexuar diku e Platonit, I cili thotë që ne kemi qenë një qenie me 2 koka, me 4 duar dhe me 4 këmbë, dhe Zeusi na dërgoi një rufe dhe na dau që të na jepte idenë të plotës, duke na ballafaquar me mungesën, me nevojën për të përqafuar dikë tjetër, për të gjetur atë që quhet shpirti binjak. Dhe kështu njeriu vrapoi gjithë jetën për të gjetur gjysmën tjetër më të mirë për të bërë I plot. Se ishin këta 2 njerëz vërtet me 4 këmbë e 4 duar e 2 koka, por ishin shpinë më shpinë. Dhe ndaj u ndan që të dobësohesh në gjë e parë, se ishin shumë të rrezikshëm ashtu si fuqi. Dhe interpretimi I dytë I mitologjisë greke është që ata të gjenin njëri tjetrin që të bëheshin përsëri një gjë e plot duke përqafuar, kështu siç përqafohen 2 njerëz. Po në fakt plotësimi ynë në realitet vjen nëse gjejmë vërtet gjysmën tjetër më të mirë apo të plot mund të jemi dhe vetë. Por unë nuk e besoj këtë metaforë, sepse ne duke gjetur gjysmën tonë ose duke qenë më saktë gjysmë, nëse gjejmë çdo herë gjysmën tonë aq herë sa njeriu dashurohet, I bie të jemi gjysmë gjithë jetën. Unë pretendoj që një partner duhet të jetë I plot. 2 njerëz të plot bëjnë 2 njerëz dhe 2 shpatulla të cilat ne mund të përballojmë çdo sfidë dhe mendoj se 2 njerëz është më mirë se 2 gjysma. 2 njerëz bëjnë fuqinë e vërtet. Patjetër. Kështu që përqafimin mund ta marrim me 2 qenie të plota. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.